Kemi pas këngë të mira, kemi pas Shkodrën elektronike, fantastik. Shpresë të madhe shumë ka pas edhe për Shkodrën elektronike. Por prapë po thamë, nëse shiqojmë këngën fituese, nuk është këngë e bukur, nuk është këngë diçka, po mbetet në vesh një fjalë që se cili mundet me shqiptu Bangaranga, dhe ajo vajza ka shku atje me një qëllim. Menoj që është një lloj inovacioni që e ka pru Bullgaria këtë vit, sepse siç ndoshta profesionistë e muzikës mund ta vrejnë se është një këngë e cila ndoshta nuk ka as refren, por është një këngë shumë kaotike kështu në aspektin muzikor, por që ishte diçka e re për Eurovisionin dhe mendoj kështu e mori edhe me menje, po edhe kishte paraqitje të jashtëzakonshme skenike, kështu që mendoj që vallëzim shumë mirë. Erdhi po e shohim një tabel që do ta shohim edhe pjesën tjetër tutje, ta lëviz pak këtë karrigën time, edhe po shohim për herë të parë kur Shqipëria ndoqi në Eurovision. Shumë e du. Më falë Frederik, të kom shumë për zemër, më falë të lutna, se nuk e mendova ashtu. Për vokal, zot? Po nuk diskutot, është super djalimi, super këngëtar. Po nuk është për Eurovision, Ta shojmë erdi këtë traditje. Për herë të parë kur Shqipëria